Normalisht duhet të jetonim 132 vite. Por pse nuk ndodh? Përgjigjet mbi çështjet e mirëqenies, shëndetit dhe jetëgjatësisë u dhan nga profesori i Fakultetit të Mjekësisë të Universitetit Kombëtar të Athinës, George Crusos, një nga shkencëtarët më të njohur në botë, i cili përshkruan se njerëzit janë ndërtuar për të jetuar 132 vite dhe shpjegon rolin e stresit në jetën dhe shëndetin e njerëzit. Crusos, bazuar në Google Scholar, renditet i 37, ti midis shkencëtarëve më të njohur në mbar botën. Profesori thot se, me sa duket, jemi krijuar për të jetuar 132 vite. Aty e kanë llogaritur jetëgjatësinë e njerëzit, shkencëtar dhe profesionist. Ngrihet pyetja: ka të bëjë jetëgjatësia me një brez specifik? Dhe përgjigja është se të gjitha brezat janë krijuar për të jetuar 132 vite. Njerëzit janë krijuar për të jetuar 132 vite, me një jetëgjatësi mesatare prej rreth 105 deri 110 vite, pavarësisht brezit. Por, kryesisht për shkak të stresit, vështirësive dhe presionit nën të cilin ndodhemi, vdesim më herët. Stresi është edhe pozitiv, edhe negativ. Kur stresi është i menaxhueshëm, ai është pozitiv. Kur ndjen se e ke nën kontroll. Për shembull, filloj të bëj diçka që është e vështirë, por gjatë ditës ja arri. Në fund kam një ndjenjë pozitive. Ky quhet stres i Bashkimit Evropian, sepse është stres i trajtuar mirë dhe i kontrolluar. Ndërsa, kur stresi shoqërohet me një kërcënim serioz, situata ndryshon. Nëse ndokush mëson se vuan nga një tumor, ai person nuk mund të ketë stres pozitiv. Ky është stres negativ. Para së gjithash është stres psikologjik. Kështu, fillon të mendosh: çfarë do të më ndodh? A do të përparoj sëmundja dhe të tjera pyetje që shqetësojnë personin në mënyrë të vazhdueshme. Pra, për konkluzion, shkaku kryesor i shkurtimit të jetëgjatësisë tek njeriu është stresi dhe vetëm stresi. Dhe çuditërisht, qeveritë, instancat, struktura shtetërore, por edhe sektori privat investojnë shumë pak për të minimizuar stresin, për ta shmangur atë, duke kontribuar kështu në uljen e jetëgjatësisë së njeriut me disa dekada. Shpesh themi jemi ajo që ham, dhe është e vërtetë, vetëm se kujdesemi vetëm për ushqimin biologjik, dietën fizike, duke lënë mënjan ushqimin shpirtëror dhe mendor. Dhe ky ushqim është edhe më i rëndësishëm, ndaj vëmendjen kryesore duket ta përqendrojmë tek ushqimi mendor dhe shpirtëror, për t'i dhënë vetes mundësinë e një jete më të gjatë dhe cilësisht më të mirë, me më pak stres. Mast Channel. Please subscribe.